Sali Berisha reagoi pas dorëheqjes së Angela Gaxhit duke e përshkruar atë si një nga figurat me lidhje të thella në krimin e organizuar, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në impakt në Itali. Ai paralajmëroi se drejtësia në të dy vendet do të ndjek veprimtarinë e Gaxhit dhe të bashkëpunëtorëve të tij duke mos bërë përjashtime. Ju duhet ta dini se Dona Gaçi Dhurat Madhi është një nga koskat mafioze më të rrezikshme të Ballkanit. Me efekte me veprimtari mafioze kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe kundër italianëve dhe shtetit italian. Dhe unë kam besim të madh se në të dy vendet ky mafioz do bëhet përgjegjës para ligjit. Kurse për Vali Bishkën mund të them se sikur ndonjëherë në zyrën e saj, natyrisht me autorizimin e Ramës, por ajo s'do ta pranonte kurrë, se shefja kabinetit ka të qartë detyrat e veta. Bëheshin pazaret për bypassin e thirrit, cilat unë kam denoncuar me kohë. Thirreshin kompanit nga Vali Bishka sikur të ishte shefi e supervizionit të punimeve. Pra, të dy kur janë miq që ikin kur mbytet tania për të mos u mbyt dhe vetë, po ligji do jetë edhe i pamëshirë dhe ndaj tyre. Kreu i Partisë Demokratike nuk kurseu kritikat ndaj kryeministrit Rama duke theksuar se mbrojtja e Ramës ndaj çështjes Balluku nuk ka të bëjë me interesat e zyrtarëve të qeverisë, por me sigurinë e vet. E vërteta është që zoti Kurti nuk mbron Lubin, ky mbron veten e tij. Se për Lubin ky mesnat, vaj të nxehta apo plumb të shkrirë do t'ja kishte hedhur në vesh. Po, siç thot populli, se unë nuk natyrisht unë jam kundër tyre, po këta s'kan mëshirë, se u mbasin çdo lloj, pra do ta kishte eliminuar, e kam fjalën këtu. Mos kujtoni se i përhap lajme, po nuk po hy tani në gosipin popullor se çfarë thot. Pra, ai nuk po mbron Lubi, ai po mbron veten e tij, sepse në çdo firmë të Lubis është firma e Edi Ramës. Berisha gjithashtu foli për protestën e radhës në 20 shkurt, duke vënë në dukje se qytetarët do të përcaktojnë ritmin e saj dhe strategjinë e veprimit. Tani më duhet të them se në mënyrë absolute me një snajper as 100 snajper, me një tank as me 100 tanke, s'do mund të mposh dot kryerritjen tonë paqësore. Jo, ne nuk shkojmë dhe unë prap u them shqiptarëve, ne do fitojmë. Pikërisht në këtë mënyrë ne do fitojmë. I them Edi Ramës, i them Rrugaçit në krye të policisë, një banditi që ka vendin në burg, bashkëpunëtor shërbëtori të ultë Suelçec dhe të Elvis Doçit. Nuk do gjesh vend ku të futesh. Ligji do të ndjek gjë në fund ty, Ilir Proda, që gjuajnë protestuesit paqësorë. Edhe Edi Ramës, përgjegjës. Kreu i Partisë Demokratike nuk la pa ironizuar figurat e tjera të partisë, përfshirë Lulzim Bashën dhe Ervin Salianin, duke i përshkruar si individ të përdorur politikisht nga Rama. Mendoj se demokratët u bashkuan, por përsëri, mbi bazën e kontributit që kanë, unë nuk ja mohoj asnjëriu. Nuk bëhet fjalë këtu për Bashën dhe pasardhësin e tij Salianin. Për këta nuk mund të bëhet fjalë, se këta janë fatkeqi, njerëz të keq përdorur në shkallë ekstreme nga Edi Rama. E pa ç'bëri dashsule. Ta janë një lloj dashsule me petkun e demokratit. Në fund të bashkëbisedimit online me qytetarët, Berisha ftoi sërish të gjithë të bashkohen në protestën e 20 shkurtit, duke e cilësuar pjesëmarrjen e tyre si vendimtare për të ardhmen politike të vendit.